Heu ku jela hut shqiptare, me vargë malet moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjeto bashe muji. Nëse do të kujtoj historira dhe rrëfenjat, kam dëgjuar shumë dhe i instruktuar nga kjo studio britanike, fatmirësisht para 4 vjetëve kam arritur që të kem rekordet e rreth 28 çamve të cilët sot nuk jetojnë më. I kemi marrë si provë juridike që edhe kur ndronin jetë kishin vlerë dhe sigurisht është drithëruese e i paimagjinueshme se çka kanë heqë dhe përrituar ata. Dhe unë s'duhet ta ngarkoj këtë studion me histori horror, ashtu si gjushja ime nuk më tregonte histori horror për mos të më ngarkuar memorien e një fëmijëve, edhe psiqikën e një fëmijëve, po më tregonte gjithmonë sa e bukur është çamëria, sa e pasur etj etj. Kështu që betejë për çamërinë është betejë për identitetin dhe gjenezën e gjithë shqiptarëve. Pra, ne duhet të performojmë, ne duhet të frymojmë shqip dhe si shqiptar, dhe kur bëhet fjalë për Kosovën, dhe kur bëhet fjalë për shqiptarët e Maqedonisë, dhe për çamërinë, dhe për shqiptarët e Malizit. Se nëse ne nuk e kemi këtë sinergji, do të thotë që kemi akoma një krisi, do të thoja, në atë që quhet asht i kombit. Kjo e Rauf Ficës është pra për t'u treguar. Rauf Fico po diskutojnë ndarja e çamërisë, sepse çamëria u vu në sini në kohën që ra Janina, sepse për sa kohë që ishte Janina rrotulloi rreth një qendre. Për shembull, asnjë se tregon në historiografinë shqiptare pse kufiri shqiptar është në kepin e Stillës. Shumë interesant. Shifni në konferencën e Parisit diskutimet e këtyre delegacioneve që thonë me që ra Janina, pra ne s'kishim më një kryeqendër, atëherë Korfuzi përballë nuk duhet të ketë tokë shqiptare, se i humb vlerën. Dhe shifni fundi i Korfuzit është fillimi i kepit Stillës. Në këtë kohë kanë qenë diskutime dhe shkon delegacioni shqiptar, aty ka qenë dhe Rauf Fico. Në atë kohë ministri i jashtëm. Dhe në memuaret e tij ai thotë. Shumë herë kjo më mallëngjen, më emocionon. E kam thënë në një fjalim në Parlamentin e Shqipërisë, ku jam dërsuar kolegëve të mi. Ja kujtoj këtë histori, them Rauf Fico i shun ngjujnë ministrit të jashtëm italisë dhe i thoshte mos na e çopton çamërinë, sepse pasardhësit tan do na gjejnë varr me kokën nga çamëria. Dhe unë pastaj, më falni, i them këtyre kolegëve të mi, unë nuk kërkoj që ju t'ulni ngjujnë, po të çojmë në këmbë. Kaq. Shumë faleminderit. Dhe tani t'jap mundësinë që të komunikoni mes emocionesh aty drejtojnë komunitetit shqiptar të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Çfarë mundësie si keni politikën tuaj për të dhënë ndihmën e tyre lidhur me çështjen çame, qoftë si organizime shoqërore që ka shumë komuniteti, qoftë si individ që kanë mundësinë në departamentin e shtetit me lidhje senatorësh, kongresmenësh, ashtu si ju e mendoni, urdhoni, kamera është për ju. Faleminderit për mundësinë. Asnjëherë nuk kam vënë dyshim për brezat e tërë të shqiptarëve që kanë jetuar në këtë vend të madh, të lirisë, demokracisë, edhe që fatmirësisht nga Zoti është aleati më i madh i shqiptarëve, dhe jo rastësisht. Dhe besoj që çdo shqiptar që është këtu duhet të kujtojë dhe të mbajë me nder atë fjalën që ne kujtojmë gjithmonë. Shqipëri mos ke frikë se ke djent në Amerikë. Dhe ky është një letmotiv, besoj që është për çdo shqiptar që jeton këtu në këtë vend të madh të lirisë dhe të mundësive. Sigurisht që siç çështja e shqiptarëve të Kosovës kishte nevojë për gjithë shqiptarët dhe lobimet e burrave të mëdhenj shqiptar këtu e takuam sot e Krembardhën. Ka bërë shumë edhe për demokracinë në Shqipëri, po edhe për ashtu edhe shumë figura të tjera. Dhe fal tyre u bë një lobim shumë i mirë
edhe shqiptarët e Çamërisë dhe Çamëria e tyre, jo imja, ka nevojë që të adresohet mendimin e tyre pikërisht në këtë vend të madh të lirisë, demokracisë, të drejtësisë, dhe Çamëria ka nevojë për gjithë, edhe për shqiptarët e Amerikës dhe për kudo. Ashtu siç neve dhe shteti shqiptar i detyrohemi shumë diasporës. Mos harroni që sot janë 2.4 milion shqiptarë në Shqipëri dhe 2.3 milion jashtë Shqipërisë. Pra përveç ndarjes në 5 shtete, padrejtisë së vitit 12-s, kemi edhe dy Shqipëri të tjera sot, me shqiptarë që jetojnë në Shqipëri dhe këto jashtë, dhe që shteti shqiptar i detyrohet shumë. Dhe sot ne nuk shoh që të ketë në një parti politike shqiptare përveç PD-s dhe shtelloj në një moment tjetër, një program të qartë se çfarë do të bëjë shteti shqiptar për ta. Është nevojë, është domosdoshmëri, është detyrim i shtetit shqiptar që t'i adresohet seriozisht për të ruajtur shqiptarët kudo që janë, shkollën shqipe, identitetin, kulturën, gjenezën dhe organizimin për të bërë ata lobusit më të fuqishëm për Shqipërinë, kudo që ata ndodhen. Dhe jo thjesht na sjellin $1 miliard çdo vit në Shqipëri si remitanca, flas për gjithë. Edhe pastaj, duke mos i adresuar asgjë se çfarë do bëjmë shteti shqiptar për diasporën, ti themi hajde votoni që të rrahim njëri tjetrin se kush do fitojë në Shqipëri. Diaspora shqiptare ka nevojë që të trajtohet me respekt, me dinjitet, dhe shteti shqiptar i detyrohet shumë që të ruajnë identitetin, të ruajnë gjuhën shqipe për vete dhe për fëmijët e tyre, kulturën, historinë të organizuar, ta shohim diasporën shqiptare si një mundësi shumë e madhe për të investuar në Shqipëri. Kërkojmë nga mosne që të na vinë për të investuar, po unë shoh progresin kudo. Kanë jo vetëm mundësi financiare, po edhe know-how e duhur për ta bërë këtë gjë. Dhe siç kemi qenë deri tani, për shembull, më shqetëson fakti që për 2.4 milion shqiptar ka 13 ministri, ka 4 ministra shteti, ka 1.000 institucione, kurse për 2.3 milion shqiptarë që jetojnë jashtë dhe që kontribuojnë kaq shumë për Shqipërinë, ka 0 institucione që t'i adresohen atyre. Dhe prandaj ne kemi rivënë atë që kemi pas dhe arritëm mirë, Ministrinë e Diasporës, po jo kështu siç ishte ajo me 2 veta, por një institucion i fuqishëm që t'i adresohet dhe t'i vinë në ndihmë organizimit të diasporave, ruajtjes së gjuhës shqipe, identitetit kombëtar në breza, dhe t'jenë ata ambasadorët, dhe janë ata praktikisht ambasadorët më të mirë të Shqipërisë, kudo që ata janë. Unë ju falenderoj. Faleminderit. Isha shumë i privilegjuar. Televizori shqiptar të Amerikës i është shtuar një vlerë me rrëfimet tuaja, dhe veçanërisht për të plagë të kombit shqiptar që duhet të bëjmë shumë të gjithë, të zhënojnë çdo individ, organizim shoqëror, e pastaj partitë e shtetit kanë detyrime më të mëdha. Për sa kohë që besojmë në Zot, në ndër dhe në komb, gjitha këto kanë shpresë. Me shpresë së bashku të shikojmë përsëri, e do të jem shumë i kënaqur që të bisedojmë dhe për tematika të tjera, të cilat mendoj se komuniteti shqiptar që është në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka shumë nevojë. Të falenderoj. Edhe unë të falenderoj, edhe për kohën, edhe për mundësinë që më jep që t'i adresohen pikërisht shqiptarëve të Amerikës. Faleminderit. Shikues të nderuar, e falenderoj në emrin tuaj kryetarin e partisë PD-s, duke i uruar suksese në 11 majin, me qëllim që fitojnë disa vende në parlament, po të jetë më të mirë çështja kombëtare shqiptare. Ju falenderoj për vëmendjen dhe miru pafshim në emision tjetër me të ftuar të radhës për historinë shqiptare. Deri atëherë miru pafshim, faleminderit shumë. Faleminderit. Quhet tokë.
kam dashur më me atë, ku më nje, dhe guri thatë, ku kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin.